Një grup banorësh të plazhit, përfaqësuese 32 familjeve, janë njoftuar pas 8 viteve gjyqje për të dalë nga banesat. Kjo, thonë ata, na shkakton probleme të rënda jetese. Ata bëjnë me dije se përmarrimi kërkon të nxjerrë pa marruar ende të gjitha shkallët e gjyqësorit. Sot jemi mbledhur se kena një hall shumë të madh. Jemi 32 familje në zonën e plazhit që jetojnë për 35 vjetësh me brenda gjithë rregullave me statusin e të pastrerit. Kemi 8 vjetë që bëjmë gjyqje dhe gjyqje skandaloze për mendimin tonë se shikohet çdo gjë, po problemi kryesor është tash që jemi mbledh për mbarimin ka ardhur me na nxjerrë jashtë. Ata kanë dalë para bashkisë në protestë dhe për të kujtuar se është premtuar nga kryetaria Sako për të ndërhyrë në gjendje një zgjidhje në takimin e bërë në bashki gjatë verës së kaluar për këtë shqetësim. Ne erdhëm, kena bërë një takim me kryetaren dhe na ka thënë nëse ju vim për mbarimi me jo nxjerr, më lajmëroni dhe do vim që të bëjmë një rrugëzgjidhje se s'mund të nxjerrin 32 familje për jashtë. Kur jeni konform rregullave, kena paguajt qera, drita, ashtu. Ne jemi në zona ke Rrota Kuqe, diku aty, 2 vila 36-38. Jam shumë dakord me paraforcin, me Petritin, jemi vila 36-38, kemi që në 91-shin, me status e me gjitha, dursak, vëndali, edhe në ka ardhë si përfundim nga gjyqi, nga përmbarimi që për 10 ditë ne duhet dalim jashtë. Ne kemi ardhë dhe ke kryetarja në korrik, edhe në ka thanë në qopë se ju vjen letra do vini këtu ke unë. Edhe ne kemi ardhë për këtu, ke kryetarja sot që nda japi një zgjidhje. Kemi 35 vjetë që jemi aty, i rritëm fëmijët aty, i martum aty, kemi nejtë me i dhëmë bashkë me gjithë fëmijët, edhe si rregull, si ligj, se vetëm për ne nuk qeka ky ligj, se për gjithë plazhin janë privatizu, zona që dvje gjynov kur i shef që janë privatizu, edhe ne jemi, ne na ka ardhë letra të shi për me dalë. Si ka mundësi kur një ligj kur del për gjithë, nuk del vetëm për disa. Banorët theksuar në protestë se nuk do të lëshojnë banesat, pasi kanë hyrë në to me leje shtetërore dhe kanë paguar të gjitha detyrimet që u takonin, pasi kanë qenë të ligjshëm në to.